Rifillimi i dialogut mes Kosovës e Serbisë, pavarësisht thirrjeve nga liderët e Bashkimit Evropian që erdhën në margjinat e samitit të Komunitetit Politik Evropian, nuk mund të prodhojë ndonjë kthesë të madhe, thonë njohës të zhvillimeve. Korrespondenti i kohës në Bruksel, Augustin Palokaj, ka përmendur disa aspekte që duhet t'i sqarojë BE-ja para se të rinisë dialogu. Dialogu mund të rifillojë, por vështirë se ai mund të prodhojë ndonjë kthesë, pasi që palët për një kohë të gjatë kanë ngecur në zbatimin e obligimeve. Para se të rifillojë dialogu, Bashkimi Evropian duhet të sqarojë për vetveten nëse është apo jo në fuqi marrëveshja që pretendohet se është arritur në Bruksel e pastaj edhe aneksi në Ohër. Serbia disa herë ka thënë, e ka bërë këtë edhe me shkrim, se nuk e ka ndërmend ta respektojë në tërësi dhe ta zbatojë atë marrëveshje, ndërkohë që në Kosovë nuk kemi as kuvend se lere më qeveri të re për të marrë përgjegjësi në një proces të mirëfill të dialogut. Rinisjen e dialogut midis Kosovës e Serbisë gjatë javëve të ardhshme e ka kërkuar presidenti i Francës Emmanuel Macron nga Tirana, ku mbajti konferencë shtypje me kryeministrin Edi Rama. Sipas tij, është kaluar kohë gjatë në dialog dhe BE-ja ka legitimitetin që të kërkojë avancime konkrete në çështje politike. Edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka shprehur optimizëm për rezultate në dialog. Por presidentja Vjosa Osmani, e cila përfaqësoi Kosovën në summit, ka theksuar se para se të rinisë dialogu, duhet që BE-ja t'ia heqë masat Kosovës. E Palokaj thotë se takimet edhe mund të vazhdojnë sa për të arsyetuar veten BE-ja, por jo të nivelit të lartë. Përpos vizitave dhe thirrjeve në dialog, pastaj edhe aty këtu ndonjë takim të nivelit të ndryshëm në kuadër të kryenegociatorëve për shembull, nuk shoh mundësi për ndonjë kthesë të madhe, përderisa nuk sqarohen situatat si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Por Bashkimi Evropian duhet të bëjë përpjekje nëse për asgjë tjetër për të arsyetuar postet që janë krijuar në kuadër të strukturave të Bashkimit Evropian, e të cilat e kanë për detyrë të merren edhe me dialog. Dialogu Kosovë-Serbi ka nisur më 2011, por pavarësisht marrëveshjeve deri tash ka munguar zbatimi i tyre. Serbia haptas ka refuzuar të zbatojë pikat e marrëveshjeve të fundit që i kërkojnë asaj të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërkaq Kosovës po i kërkohen veprime drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.